Loredana nuk le rast pa ju kthyer Olës. Kësaj radhe vajzat kanë debatuar gjatë kohës që po bënin thonjt. Duke qenë se Ola ishte bashkë me Valbonën, Lori i thot: "Po ikni moj se jeni të dyja njësoj. Njëra ka ardhur për të bërë treshe, katërshe, tjetra ngeli laerti. Ndryshe nga herët e tjera, Ola ka marrë frenat e situatës në dorë dhe i tha se: "Ti e ke shkelur vete nëse shkon mbrapa atij djali. Do të dalësh viktim në këtë situatë. Ti vajza me karakter të madh, i shkon gjithkohës nga mbrapa. Ke hequr unazën dhe i ke vendosur pikat mbi i. Ai të ka tradhtuar, ti pse vazhdon? Apo do të bësh viktimën? Do të na bësh teatr ti ne?" Ndërsa Loredana i kthehet se Ola do që të bëhet kopja e saj dhe atë ka bërë gjatë qëndrimit në Big Brother.